natyrisht edhe aktorëve të tjerë, të cilët ai vetë i citoj në njoftimin e kësaj marrëveshje, një arritje me një impakt të madh në paqen botërore. Faleminderit. Zoti Berisha, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese dje për pezullimin e dekretit presidentit për zgjedhjet e Tiranës, socialistët kanë marrë vendim që të vijojnë fushatën, pasi sipas tyre zgjedhjet do të bëhen në 9 nëntor në Tiranë, sipas një vendimi të pritshëm në 31 tetor. Si e komentoni qëndrimin e tyre dhe është PD e përgatitur që të hyjë në këto zgjedhje me datë 9 nëntor në një rast të mundshëm? Pasi mori një goditje fatale nga vendimi i gjykatës kushtetuese, Edi Rama njoftoi se do vazhdoj në rrugën Xhaçka, do të bëj atë që bëri me Xhaçkën. Por i garantoj qytetarët e Tiranës se duke respektuar plotësisht vendimin e gjykatës kushtetuese dhe duke dënuar me forcën më të madhe edhe një herë aktin e shëmtuar të papërgjegjshëm të presidentit Kukull, të Edi Ramës, asgjë nuk do mund të nxirret jashtë kuadrit kushtetues. Kjo është përgjigja ime. Zoti Berisha, vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese që ju e përshëndetet, megjithatë duket si lë gjërat në vend. Pra, kryebashkiaku i Tiranës vijon të jetë Erion Veliaj. A i lë kjo në vend të numëro aksionin opozitar dhe për të vijuar pyetjen e kolegëve, a mendoni se majoranca Edi Rama do ta respektojë vendimin e kushtetueses dhe nëse nuk e respekton, çfarë do të bëjë opozita? I gjithë qëndrimi ynë për Lali Vjellshin ka qenë dhe është shumë i qartë. Ne protestuam ndaj një njeriu që ka firmën e tij në projektin për 130 milion euro, firmën e tij në projektin për 130 milion euro, dhe drejtësia shqiptare heshti, siç e dini, dënoi 2 antarë të KVO-s. Sepse ky akt i pashembullt është në bashkëautorësi me Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Janë të 3. Ne protestuam 46 javë për sipërmarrjen 5D. Mirë po, hoteli për 24 i Qelqt thuhet se ajtivari është i prestonome, por familja Rama, sipas qytetarëve digjital, është shareholder kryesor me familjen Veliaj. Hotel. Por gjeni, hoteli nuk është sekuestruar, nuk është prek. Por gjeni, Erion Veliaj nuk ka një akuzë të vetme për 5D-n, ndonë se është në disa akte kryetar i autoritetit kontraktues. Ndonë se i ka dalë emri, se hoteli është i tij. Hoteli nuk është vetëm i tij. Aso kohë u tha se hotel shareholder është Olsi Rama.
Tani që është e vërteta, shtrihet në familje për hotelin. Por ajo që ka rëndësi, skrapi i partisë nuk e heton dot. Hoteli mund të shkojë në total gjerë në 100 milion euro. Hoteli, kur të përfundoj, gjerë tani është 60-70 milion. Mund të jetë hoteli i dytë më i kushtueshëm, i ndërtuar pas atij të Melia, të Artan Dulakut me kompaninë Melia, apo si e ka, nuk mund të them. Ky hotel mbetet pra pa asnjë hetim. Kështu që Erion Veliaj u dënua ose u akuzua me dokumenta. Për devimet parave të takspaguesve të Tiranës në familjen e tij, Velicën, vllaun e të tjerë, çka përbëjnë vepra penale. Por, duke thënë këto, dele qartë si drita e diellit, se Erion Velin e arrestoi Edi Rama për ta hequr qafe, për ta eliminuar. E arrestoi me një letër të Anesti Angonit që ju si të keni pa, ajo ishte një pamflet që mund ta shkruash për çdo njeri. E arrestoi dhe e trajtoi në mënyrën më të shnjërzore. Imagjinoni ju, të çoj policin pranë tavolinës ku operohej. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë në botë këtë. Jo, nuk kam dëgjuar. Në diktaturë më të zezë, ndodhte që armiqt më të egër të partisë edhe operoheshin, po policë në sallë të operacionit nuk mund të kishte. Rrinin diku jashtë, po në sallë të operacionit nuk kishte njeri. Si që futi ky, policë në sallën e operacionit të Erion Velis. Tani, i tmerruar prej tij, pasi i ka mohur, e shkarkoi se sa vlente Erion Veliaj, do më thënë, krahasoni Rex Biberaj me Erion Velin. Rex Biberaj, kryetari i bashkisë Tropoj, qëndroi në arrest shtëpie 11 muaj edhe dolin u kthyen punë. As nuk e shkarkoi Edi Rama, kurse Erion Velin në një afat kohor minimal e shkarkoi sipas ekspertëve në kundërshtim me ligjet. E shkarkojnë kundërshtim absolut me ligjet. Si e si t'i jap duart sa më parë. Pra, ku qëndron Partia Demokratike? Partia Demokratike qëndron se Edi Rama, pas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, Erion Veliaj është hajduti më i madh i shqiptarëve në histori. Por, nga ana tjetër, asnjë njeriu, cili do qoftë ai, kur nuk mund t'i mohohem ato të drejta që i garanton ligji dhe kushtetuta. Ky është qëndrimi ynë. Tani, kanë qarkulluar shumë të themi gosipe. Njeri prej tyre se burgu ka lajme dhe gosipe.